Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Laerti ka qenë i lidhur me një transgjinore, dalin fotot. Spektakli i së martës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka sjellur një debat të ashpër lidhur me Laert Vasilin, pasi u diskutuan puthjet e tij me dy banor, Gjesti dhe Aldo. Kjo temë ka ringjallur dyshime dhe diskutime rreth aktorit, veçanërisht pasi ai pranoi se në shfaqjet e tij teatrale ka luajtur role edhe me personazhe biseksual. Megjithatë, debati mori një kthes të papritur pas një deklarate të ish-banores Amber, e cila vetë është transgjinore. Në rrjetin e saj social, ajo është shprehur se Laerti ka pasur një eksperiencë reale me një vajzë transgjinore shqiptare. Përveç pjesës së misionit nga vëllai i madh, Laert Vasili ka pasur vërtet eksperiencë me një shoqen time shqiptare e cila është transgjinore. Nuk ka asnjë gjë të keqe ta pranoj dhe mos të fshihet pas gishtit, ka shkruar Amber në postimin e saj publik të Instagramit. Kjo deklarat ka ndezur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë ndarë mendime të ndryshme. Disa e konsiderojnë si një deklaratë të hapur dhe të sinqertë, ndërsa të tjerë dyshojnë për qëllimin e saj.